Drejtoria e Inspektoratit në komunën e Gjakovës është duke vijuar aksionin për lirimin e hapësirave publike në qytet. Për këtë dukuri, edhe televizioni Syri ka raportuar disa herë përmes kronikave të ndryshme televizive me qëllim të trajtohet secili shqetësim i qytetarit. Sot ndërkaq aksioni ka vazhduar në rrugën Abedin Tërbeshi ku janë larguar të gjitha gjërat e ekspozuara në hapësirë publike nga ana e bizneseve. Kjo është pjesë e njoftimit që e kena bëna disa javë më parë për lirimin e hapësirave publike, ato që shfrytëzohen pa një kontroll valide nga komuna dhe ato që i pengojnë lëvizjen e lirë qytetarëve dhe të komunikacionit. Ai tha se qytetarët janë duke mirëpritur këtë aksion dhe se ka mbështetje të gjerë për lirimin e trotuareve dhe hapësirave publike. Realisht qytetarët janë të prit mirë dhe bizneset falënderit për tyne na kanë mirë kuptuar, domethënë i kanë shfrytzuar ato hapësira, tash nuk mundën me shfrytëzu më. Shabani shtoi se qytetarët dhe bizneset mund të bëjnë kërkesë për shfrytëzimin e hapësirave publike, gjithmonë në përputhje me ligjin dhe rregulloret në fuqi. Ato që kanë mundësi më shfrytëzu mundën me marrë me bëj kërkesë komune për me marrë me pagu një taks apo një qira që paguhet vjetore, mundën, përndryshe hapësira publike që e pengon lëvizjen e lirë të qytetarëve nuk mundet më marrë me qira dhe nuk mundet më shfrytëzu. Nga Drejtoria e Inspektoratit në Gjakovë u bë ditur se aksionet për lirimin e hapësirave publike do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.